Në ambientet e medreses Isabeu në Shkup, u mbajt një orë praktike e dedikuar standardit halal, një aktivitet që solli më afër nxënësit me parimet dhe zbatimi konkret të këtij standardi në jetën e përditshme. Ngjarja e organizuar nga Agjencioni për Halal Standard për Ambasisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut me pjesëmarrjen e gjerë të nxënësve dhe stafit arsimor. Aktiviteti u hap me fjalën përshëndetëse të drejtorit të sektorit fetar arsimor për Ambasisë Fetare Islame Feyzullah Sadiki, i cili në emër të Reisul Ulemas Hafiz Haxhi Shaqir Efendi Fetaj vuri në parëndësinë e edukimit të vëllezërve të ri mbi konceptin e hallalit si një shtyllë thelbësore e jetës islame dhe ndërtimit të një shoqërie të shëndosh. Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, i cili për hir të angazhimeve dhe agjendës së tij të ngjeshur që e ka dhe që ndodhet jashtë vendit, nuk pati mundësi që personalisht të marr pjesë sot këtu. Mirë po, unë isha sot në cilësinë e përfaqësuesit të tij, ku vlerësoj maksimalisht këtë aktivitet, duke marrë parasysh faktin se Islami nuk është thjesht një dogmë, por Islami është një fe e cila rregullon jetën e njeriu duke filluar nga higjiena personale deri tek e drejta ndërkombëtare. Andaj në suazat të kësaj është edhe Agjencioni për Halal Standard, i cili udhëhiqet nga drejtori zotëri Driton Dikena, që vepron në kuadër të riasetit të Bashkësisë Fetare Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që ka për synim që t'ua bëjë të qartë njerëzve të gjitha ata gjëra, elemente dhe komponenta të cilët fshihen apo nuk tregohen në mënyrë të real nga ata të cilët i prodhojnë këta produkte të cilët ne i konsumojmë në vazhdimsi. Ajo që unë do të dëshiroja është që ky aktivitet të zgjerohet, të marrë për masa më të mëdha, duke mos qenë i izoluar vetëm në institucionet fetare, por të përhapet edhe në shkolla tjera publike, ku s'ka dyshim se mbështetjen do ta ketë gjithmonë nga institucioni të cilin ai e prezanton. Ndërkohë, drejtori i medreses Isabeu, doktor Islami, e cilësoi këtë aktivitet si një hap të rëndësishëm drejt ndërthurjes së dijes teorike me praktikën bashkëkohore, duke theksuar se përgatitja e nxënësve kërkon qasje të drejtë për drejtë dhe interaktive. Në aspekt të fikhut, ne çdo ditë flasim halale dhe harami, çdo herë, çdo moment, por në aspekt praktik, edhe i thash vetë dritonit, ndoshta mund të jesh atraktiv, interesant, relaksues për nxënësit e medreses, që ajo forma jote e ligjërimit, ajo esenca jote e ligjërimit, ajo praktike jote e ligjërimit të jetë më tërheqëse, edhe për nxënësit, po edhe për ne. Andaj e përgëzoj Bashkësinë Fetare Islame për një përkrahje të tillë, edhe pse ishmi në koordinim edhe me kryetarin e Bashkisë Fetare Islame, edhe më herët për një projekt të tillë që e kemi në përkrahje. Unë falenderoj kryetarin e Bashkisë Fetare Islame, falenderoj iniciatorët, profesorët, por falenderoj dhe ligjëruesit të cilët janë shkaktar të krejt kësaj. Programi i moderuar me profesionalizëm nga Habib Ebibi vijoi me një sër prezantimesh tematike nga përfaqësues të institucioneve përkatëse, Mafis Rustemi, drejtor për diasporën në riasetin e Bashkisë Fetare Islame, u ndalte dimensioni etik i jetës halal, duke nënvizuar se ndershmëria, sinqeriteti dhe përgjegjësia janë baza mbi të cilën ndërtohet një shoqëri e drejtë. Kur është në pyetje jeta halal, nuk ka të bëje vetëm me atë çka ne ushqehemi dhe konsumojmë, por realisht jeta halal ka të bëje me gjithçka që neve veprojmë dhe bëjmë në jetën tonë. Prandaj as sa jemi të kujdesshëm që ushqimi që ne e ham të jetë halal, gjithashtu duhet jemi të kujdesshëm edhe atë që neve bëjmë, atë që neve punojmë, atë me cilën neve fitojmë kafshatën e gojës tonë, gjithashtu të jetë halal. Pra biznesi jonë të jetë halal, forma e fitimit të pasurisë tonë të jetë halal, por edhe forma se si ne i trajtojmë të tjerët, pra sjellja jonë të jetë brenda kornizave të halalit dhe asaj që Zoti neve na i ka mësuar, fjala jonë gjithashtu të jetë halal dhe e mirë, edhe pse jemi të vetëdijshëm se në këtë kohë moderne, në këtë kohë shumë dinamike, jetuarit me halal është një sfidë shumë e madhe, mirë po besimtari gjithmonë duhet të jetë i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm se prioritet të jetës së tij duhet ta ketë që gjithmonë ta bëj dhe ta thotë dhe të veprojë mbas të asaj që neve Zoti na ka mësuar dhe ka kërkuar prej neve, dhe të largohemi nga gjithçka që na largon prej asaj që Zoti na ka urdhëruar. Në vijim, drejtori i Agjencionit për Halal Standard Driton Dikena solli një qasje më teknike dhe praktike, duke shpjeguar proceset e kontrollit dhe menaxhimit të ushqimit, përdorimin e aditivëve dhe rëndësinë e certifikimit halal në zinxhirin e prodhimit dhe konsumit.
Prioritetet që i ka Agencioni për Halal Standard, cili funksionon në kuadër të Bashkisë Fetare Islame, e ka edhe ndërgjegjësimin e opinionit në lidhje me peshën që e ka certifikata halal. Edhe kjo është arsyeja të cilët sot jemi përpara nxënësve të medreses, që t'ju mbajmë një orë halal për t'u sqaruar aty në punën dhe aktivitetin të cilën e bën Bashkia Fetare Islame nëpërmes Agjencionit për Halal Standard, edhe për t'i mësuar ato me problemet të cilat ndodhin gjatë blerjes së produkteve. Në fakt, ora kishte të bëjë më tepër me aspektin praktik të Agjencionit Halal Standard, në fakt, çfarë duhet kërkojnë të rinjt sot kur shkojnë në markete. Ora ishte shumë praktike, u prit shumë mirë nga nxënësit, ndërkohë që kjo do të jetë një serial ligjëratash të cilat do të ndodhin për shembull brenda këtij viti në kuadër të medreseve në Tetov, në Gostivar dhe në Shtip, ndërkohë që pas shtatorit besoj që edhe në shkollat publike. Një dimension interaktiv i aktivitetit u realizua përmes prezantimit të Fati Azizit, shefi i administratës në Riaset, i cili përmes një ankete të drejtë për drejtë me nxënësit analizoi njohuritë, perceptimin dhe besueshmërinë e tyre ndaj produkteve me certifikimin halal në vend. Kjo anketë ka për qëllim që të mbledh të dhëna nga vetë nxënësit për atë se si ata e perceptojnë standardin halal, mënyrat se si ata i trajtojnë produktet të cilat i konsumojnë për çdo ditë, qoftë në markete, qoftë në vende tjera ku ata shërbehen, dhe e gjithë kjo bëhet me qëllim që të nxirret një konkludim sadopak më i saktë rreth asaj se si është qëndrimi i të rinjve sidomos në zbatimin e standardit halal në jetën e tyre, në produktet që i konsumojnë apo gjithë ato që kanë në jetën e përditshme. Qëllimi i kësaj ore praktike ishte pajisja e nxënësve me njohuri konkrete dhe aftësi praktike për të identifikuar produktet halal, si dhe rritja e vetdijes mbi rëndësinë e standardeve në jetën e përditshme. Aktiviteti u përmbyll me një diskutim të hapur me nxënësit, ku shkëmbyen mendime dhe përvoja, ndërsa pjesëmarrësit u nderuan me certifikata dhe dhurata simbolike. Ky organizim përbën një tjetër dëshmi të përkushtimit të Bashkisë Fetare Islame dhe Agjencionit për Halal Standard në edukimin dhe formimin e brezave të ri, duke promovuar vlerat e jetës halal në një shoqëri gjithnjë më dinamike dhe sfiduese.